është alarmi që mendoj unë më i madh i kësaj, sepse ngjarje të para lajmëruar ose që dihen përgjithsisht, këtu është edhe më thellë do ndodhin. Problemi është sepse dihet që organizata Emiliano Shullazit, ku bënte pjesë ky, ka patur fronte në 2-3 fronte organizata shumë të rrezikshme, sepse vetë kanë vënë gjoba, vetë kanë marrë pengje, vetë ndoshta edhe kanë vrarë, njerëz të tyre janë vrarë dhe historia nga ana tjetër kanë vepruar brenda qelive, vetë i ndjeri Dani dhe Emiliano Shullazi her pas here futeshin në sistemin BIS, që do të thotë është masa ekstreme që këta mos komunikojnë me jashtë, sepse kjo vinte nga që ka patur gjithmonë të dhëna dhe informacione që këta e kanë vazhduar aktivitetin madje dhe më fuqishëm nga Burgu. Kemi rastin e vëllezërve Baming, ku Emiliano nga Burgu bisedon me ish deputetin e PS-s që thotë duhet të heqim qafe në mos njerin tjetrin, dhe një polici e cila ka jashtë loje policinë kriminale, policinë e hetimit, të investigimit, që e di shumë mirë që ky eksponent që del jashtë dhe është krau i djathtë ose më saktë është njeriu që jashtë do vazhdoj të merret me organizatën kur ndërkohë merreshin dhe që brenda, dhe është jashtë radarëve të policisë, në kuptimin e shërbimit për shtetin, për policinë, sepse jashtë radarëve s'ka qenë ai. Ai ka qenë brenda radarëve të kundërshtarëve që patjetër kanë pjesën e tyre në polici, siç është ka qenë dhe brenda radarëve prap të asaj lloje policie që u gjend në makina të ditë që ishte agenti mbikëqyrjes policore. Oli, jo e sollan vëmendje faktin që ka ndodhur në zonën e Rrinasit, se me thënë drejtën e vëzhgojmë shumë, le të themi edhe media ndërkombëtare, dhe nuk parandodh kjo lloj, domethënë, mbase në ato vendet e Amerikës Latine i shikon, por që në vende normale, qoftë edhe me demokraci hibride. As në ato nuk ndodh. Aeroporti, sepse aeroporti është i sigurisë së veçantë, jo që mos i prish imazhin, sepse kështu duket sikur nuk kuptohet. Jo që mos i prish imazhin Edi Ramës, që thotë jemi vend i sigurt se nxjerr shifrat. E kupton se nxjerr shifrat. Një orë para atentatit doli ministre dhe na dha ca shifra që më kujtohen ato të koreshirjeve. Dhe kjo është një lojë e vjetër e policisë dhe politikës mbi policinë, sepse gjatë vitit 2014 bashkë me këto që ka hyrë 2025 janë 15 atentate të këtij lloji. Dhe këto 15 atentate ti nuk mund t'i barazosh me vjedhjen e një shtëpie, me vjedhjen e xhepisave dhe i fut gjithë në një thesë dhe nxjerr zbulueshmërinë. Një nga këto atentate, si ky i djeshmi, është një lloj atentati që ka shumë atentate të tjera të pasbardhur. Më herët, për shembull, mikun e këtyre Edison, faqe djegurin që i thoshin Arizaj të Vlorës, etj. Ka një zinxhir vrasësh dhe më e keqja është që paralajmëron zinxhir vrasësh të tjera. Dhe këtë analizë nuk e bën policia e shtetit. Madje buren me shifra sepse kapen pas statistikave, pas shifrave, por unë po ju përgjigjem me statistika. Vitin e kaluar, Nureddin Dumani, Altin Dumani, kur raportoi në parlament, tha që gjithë institucionet e shtetit, që janë taksat, tatime, doganat, policia e shtetit, kanë një nivel jashtëzakonisht shumë të ulët të referimeve. Domethënë që këta të fillojnë të hetojnë prokurorët. Ne e dim kush është tagri i Spakut. Është krimi organizuar, është edhe korrupsioni. Ta lëm korrupsionin, pavarësisht se policia ka dhe antikorrupsion, ka krim ekonomik. Por krimi që vala e parë, domethënë shtresa e parë kalon gjithmonë nga polici kriminale të kësaj të trafiqeve, të drogës etj. Dhe çfarë ndodh? Një vit më vonë, që bëhet fjalë përpara 2 javësh, kur raporton Dumani në parlament, thot shifrën, me që duam në shifrë, thot shifrën e frikshme, që referimet e policisë së shtetit për prokurorin e posaçme, që do thot referime për këtë pjesë të krimit, si ky që ku futet ngjarja e djeshme, ka rënë me 40%. Pra, kemi një situatë që policia e shtetit jo vetëm bashkëpunon me krimin, se kemi dhe shefa komisariatës që kanë dekonspiruar brenda nga të kapur nga Spaku. Jo vetëm që bashkëpunon me krimin, por saboton dhe Spakun, prokurorinë e posaçme për krimin e organizuar, e saboton duke mos i çuar asnjë lloj informacioni.
Dhe gjitha kjo situatë dhe aq sa është arritur, që është vërtet një arritje për mua shumë e madhe, ende s'është bërë asgjë, e spakut me krimin e organizuar dhe të gjithë bien dakord për këtë, është bërë vetëm nga bashkëpunimi çdo gjë, çdo referim që vjen nga ndërkombëtarët dhe referimet që vijnë nga prap në bashkëpunim me ndërkombëtarët nga ENCROCHAT-i. Ndërkohë, për këtë skuadër, Poli, pavarësisht se mund të analizojmë mënyrën se si reaguan dhe se si vepruan për ekzekutimin, planin që kanë ndjekur, si e vlerëson nga pikpamja e mbështetjes, sepse duket sikur ata janë kujdesur vetëm për ekzekutimin, pjesën tjetër duket sikur e kanë pasur të garantuar. Po patjetër, unë besoj se ashtu siç viktima kishte marrë në makinë për mbrojtje, sepse pse është zgjedhur ai vend? Është zgjedhur ai vend, po ta them edhe një herë, sepse është vendi i fundit, si perceptim, është vendi i fundit që të guxosh të kryesh një akt. Është vendi ku mund të kapesh më shpejt, por njëkohësisht është vendi që dhe guximi për të kryer një atentat atij lloji që të kujton luftën e karteleve të Meksikës, është ora piku i njerëzve, ne pam që kaloi dhe ministri i Brendshëm vetëm 2 sekonda më vonë i Malit të Zi, Ministri i Brendshëm i Malit të Zi nga policia, dhe të marrësh këtë lloj guximi nuk është thjesht, nuk është më vetëm guxim. Është njëkohësisht dhe marrje masash, se ata nuk janë budallënj, sepse po të kapeshin ata ose njëri nga ata rrezikon Porosici. Porosici duket që janë shumë të fuqishëm, madje ndoshta edhe me status të paprekshëm momentalisht, me status të paprekshëm, kështu që në këtë kuptim ata patjetër që i kanë patur rrugën, se ne nuk pam as ndonjë lloj tentative madje, dhe prandaj po themon që duhet hetuar, domethënë, të gjitha komisariatet rreth e rrotull kanë patur plane shërbimi, jo se e dini që të ndodhin, normale, rutinë, dhe a mos doshta nuk janë zbatuar këto plane shërbimi, a mos doshta X patrull që nga ora 9 deri në orën 12 sa të vinte tjetra duhet të rinte atje te rreth rrotullimi një makinë policie dhe i ka zënë barku ata të makinës dhe Poli, a bëj një pyetje? Vetëm ato 2 minuta kanë ikur, është e gjitha për tu hetuar. Poli, a bëj një pyetje? A mos duhet ta thuash drejt për drejt, pa u shmangur dhe pa bërë kështu rumbullak, unaz, që policia është e implikuar drejt për drejt në këtë ngjarje? Shiko, unë jam gazetar i vjetër, Almer, kam gati 30 vjet dhe e kam nisur me kronikën dhe kam qenë shumë i aktivizuar me kronikën. Që është e implikuar policia, ne faktin e kemi brenda makinës. Dhe tani e kemi Cili është fakti? Që është e implikuar policia, nuk ka nevojë, por unë nuk mund të them deri në çfarë mase, deri në çfarë niveli të lartë, sepse këto janë gjërat e hetimit. Unë gjithë retorika që kam mbajtur deri tani kam thënë që policia është e inkriminuar. Po ti je i inkriminuar, patjetër që kur ju duhesh, unë jam nga ata që kam deklaruar borderora të njerëzve dhe madje këtu ka arrit historia e krimit me policinë, po dhe me institucionet tjera, edhe me median, Almer, edhe me median, nuk është vetëm ta paguaj se më duhesh për sot për nesër, por në policinë e shtetit ka arritur në një nivel edhe më të lartë. I fusin enkas, paguajnë atë që e ka në dorë për ta, i fusin enkas, ca te Shqiponja, ca te Agjencia e Mbikëqyrjes, shumë te operacionalet, ca tek ndërhyrja e shpejtë, etj. Dhe kjo është strategji dhe nuk është ndonjë gjë se ka shpikur këta tanët. Poli, dhe një pyetje tjetër. Lehtësia se si infiltrojnë këta, brenda në policinë e shtetit është e frikshme. Poli, një pyetje tjetër. A ka të drejtë Berisha kur thotë që drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit është emëruar nga krimi? Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit është emëruar nga krimi. Po Berisha jo vetëm për drejtorin e përgjithshëm të shtetit, po edhe për drejtorin e taksave po të flas, se nuk flet për gjithë drejtorët.
por të gjithë në këndvështrimin e Berishës patjetër, po unë preferoj që të kem prova dhe fakt pas fakti, por në këndvështrimin e Berishës jo vetëm drejtori i përgjithshëm i policisë, po dhe drejtori i tatimeve, dhe i taksave, dhe i doganave, dhe i shishtit, dhe i tjerë. Domethënë gjithë drejtorit që varen nga kryeministri patjetër janë vendosur nga krimi sepse vetë Edi Rama është koka e Meduzës. Kështu që nëse është Edi Rama koka e Meduzës, ta lëm sarkazëm politike, po të sinqerisht, ti mendon ke indicje si ka vendosur gjithë. Por konkretisht për emër, të rrim të ngjarja, sekuestruar kur ishte në Elbasan dhe në kohën që do bëhet drejtori i përgjithshëm një telefon nga Spaku dhe kaq di dhe nuk mund të thoj diçka sot nuk kam prova për më shumë, po pastaj muhabetet kafenesh dëgjojmë pafund. Marsidi ka një koment. Sot një kolegu juaj tjetër investigativ, Artan Hoxha, është shprehur që i njëjta skuadër që ka bërë këtë vrasje në aeroport, ai thotë është po skuadra që ka bërë dhe vrasjen para 2 vjetësh në Fushkruj ndaj zotit Brillant Martinaj, një nga familjarëve të afërt të Ervis Martinajt. Madje zoti Hoxha ka deklaruar që i kam thënë edhe me emra dhe me foto ka thënë, ta persona janë një ekip shumë i rrezikshëm, vrasës me pagesë, që bëjnë pjesë në komando ose forca speciale, të cilat bëjnë ekzekutime të tilla. Atëherë mos kemi të bëjmë me të njëjtin urdhërues nëse është i njëjti rast, duke qenë se ju jeni gazetarë investigative dhe keni më shumë dini se ne. Për këtë ngjarje apo janë 2 ngjarje që janë krejt pa lidhura me njëra tjetrën? Jo, do të ta shpjegoj, domethënë si e di unë ose si e mendoj unë. Po e besoj domethënë kolegun Hoxha, por nuk mund të them, në krimin organizuar se ka patur shumë incidente. Unë prandaj e theksova. Ka patur që arriti një moment që u bë një bursë vrasjesh. U bë një bursë vrasjesh dhe filluan madje dhe fëmijë në këtë trekëndshën që zura unë në gojë, filluan të stërviteshin sepse u kthyen në biznes, u kthyen në punë. Ka patur para goditjeve të forta që bëri Spaku, që paka shumë, o i trembi, o i ka arrestuar, o janë në kërkim, o janë në Dubai, o kat janë në Burg përgjithsisht, dhe ka patur si të themu ndërmarrje të vrasëve me pagesë, domethënë një si fidanishte. Sepse ishte një lloj biznesi që kishte kërkesë, treg, ofertë kërkesë. Mirë po, arritin në një pikë që ndodhen disa ngjarje në të cilat o i linin të plagosur që nuk ju interesonte atyre porositëve, ose më keq akoma linin gjurmë, domethënë linin fije jashtë të cilat mund të shkonin tek porositësit. Dhe atëre kjo vrasje është porositur, atëre... A kemi të bëjmë me djetët... Nëse janë 2 organizata, njëra ka 50 milion euro, dhe një organizat tjetër ka 500 milion euro. Nuk ka asnjë diferencë. Diskutohet, po... Nuk ka asnjë diferencë kur vjen puna për të porositur ngjarje të tilla, sepse 1 milion, ai që ka 50 i bën 49, ai që ka 500, i bën 499. Tu çështja është e cilësia dhe tek ashtu. Po, mund të jetë e vërtet kjo që thotë ata, ai ka dhe informacionet e veta, sepse ka arritur sukses dhe atentati ndaj Brillant Martinajt është bërë në një vend dhe më të vështirë se kanë qenë në ecje në autostradë, në urë, etj. Vend që ka trafik gjithmonë. Dhe ai ka patur pasoja paniku tek qytetarët, tek ata që ishin me makina, por ishte i suksesshëm dhe pa autor dhe pa gjurmë. Kështu që është logjike që dhe ajo që thash të bëra një dinamik që krimi organizuar hoqi dorë nga këta 30.000 euro shqip. Ne kemi parë në Encrochat, e heqim qafe për 30.000 euro, për 50.000 euro, edhe 10 ka vajtur pazari ndonjëherë. E kupton, se u kthyen e tmerrshme. Kishte njerëz që e merrnin përsipër edhe për hiç mosgjë 20.000 euro ka patur pazare, që janë të dalan nga bisedat. Por pa mas si s'ka ndodhur si ekzekutim. Meshin për 20.000 euro, për 10.000 euro, për ishin gjithë. Do që ky grupi është në punën e vet. Po ky grupi, nëse ka fituar emër të mirë, pas 2-3 vrasjeve që s'ka lënë as gjurmë, dhe e ka kryer deri në fund. E ka kryer porosin deri në fund,
patjetër që ky mund të porositet nga i njëjti grup si shteti, është logjike që ka porositur vrasjen e Brillant Martinaj, po mund të porositet edhe nga një ose dy grupe të tjera që në një moment caktuar, sepse po ndodh dhe një fenomen. Po ndodh një fenomen që për shembull bashkohen 2-3 organizata vetëm për të hequr qafe për shembull një njeri. E kupton, vetëm për këtë. Pastaj vazhdojnë punën e tyre, sepse ju përputhen interesat, ndajnë dhe pagesën, ose e rrisin pagesën që të marrin sa më profesionist dhe pastaj vazhdon. Domethënë është bërë shumë e vështirë. Po bën analizë shumë të mirë, por për mua nuk po thua thelbin vlla. Për mua, sipas mendimit tim. Ta thua çfarë do se do ta them Albert. Jo, unë të respektoj sepse je më i vjetri në zanat nga ne, por ti një gjë nuk po e thua që duhet ta thuash ose ma lër ta them unë. Vlla, unë mendoj që në Shqipëri, nëse nuk e ndihmën e policisë, nuk kryen dot asnjë vrasje. Edhe vrasja e Brillant Martinajt ka të implikuar brenda policinë e shtetit, edhe në këtë rast ka të implikuar brenda policinë e shtetit. Pse ta them këtë gjë? Ja thash dhe miqve të mi që kem studio kur po vinim këtu në emision, që nëse policia do ta kishte ndjekur makinën e autorëve nga mbrapa, autorët nga presioni nuk do të kishin mundësi ta kishin ndjekur makinën, por do ta braktisnin dhe do vraponin për shpërtuar kokën e tyre. Në këtë rast, atëherë gjendej ngelej si provë makina e padjegur. Ose në momentin që autori kryesor ndron armën, pra kur nuk i shkrep pistoleta, shkon dhe merr kallashin, tregon një lloj garancie që ka ai për ta çuar deri në fund ekzekutimin. Pra, po ta themi fjalë të thjeshta, vlla, si dhe armën këtu se s'na ndjek kush, ne jemi në rregull, po sillet ta mbarojmë këtë punë. Pra këtë më lë kuptoj mua. Ti po i shmangesh debat për policinë e shtetit. Këtu kemi një polici të inkriminuar zotri, duke filluar nga Proda, nga filluar te Neritan Albati e Merall. Nëse nuk do t'i thuash këto, më lër t'i them unë. Por nëse unë ta garantoj, policia e shtetit kontrollon në këtë vend, kontrollon Llotot, kontrollon Bixhozin,